Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Shkarkohet I gjithë zinxhiri komandues I burgut të Durrësit pas arratisjes gjatë ditës së dieshme të Altin Docit I dyshuar si pjesë e një organizate të rëndësishme kriminale. Mësohet se ky vendim erdhi pas një analize nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve me urdhër të drejtorit të përgjithshëm të këtij institucioni. Më herët sot ministri I drejtësisë Besfort Lamallari ka firmosur shkarkimin e drejtorit të IEVP-s Durrës Indrit Sërloj, po për të njëjtën ngjarje. Gjithashtu 8 persona ra në pranga si persona përgjegjës për arratisjen e Docit. Ndërkohë, prokuroria po heton dyshimet për bashkëpunëtor, ndërsa Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thekson se nuk janë respektuar procedurat ligjore dhe nuk është njoftuar as policia e Durrësit. Altin Doci dyshohet se ndodhet në Tiranë ku vijojnë kontrollet. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Avokati Ilir Metës Kujtim Cakrani ka denoncuar standardet të dyfishta nga GKK-ja duke cilësuar paraburgimin e ish-presidentit si të palishëm dhe politik. Meta ndodhet në paraburgim që prej 21 tetorit 2024 dhe sipas mbrojtjes mbahet në izolim total pa prova dhe në tejkalim të afateve ligjore. Cakrani tha se hetimet kanë përfunduar për I muajsh, por seanca paraprake ende nuk ka nisur duke e konsideruar këtë shkelje të rëndë të ligjit dhe të drejtave të njeriut. Ndërkohë GKK ka shtyr për më 22 janar seancën paraprake të çështjes Meta. Kryeministri Edi Rama nga Abu Dhabi deklaroi se Shqipëria synon të kthehet në eksportuese të energjisë së gjelbër për Europën përmes një bashkëpunimi me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë me investim mbi 1 miliard euro. Rama tha se vendi synon pavarësi energjetike deri në vitin 2028 dhe theksoi se 95% e shërbimeve publike ofrohen online me përdorimin e inteligjencës artificiale. Kryetari I Partisë Demokratike Sali Berisha e ka cilësuar hetimin pasuror ndaj tij si një sulm politik. Berisha deklaroi se hetimi I pasurisë së tij është mbyllur prej kohësh dhe akuzoi SPAK-un për manipulim dhe mashtrim publik në lidhje me financimin e kuvendit të rithemelimit të 11 dhjetorit 2021. Berisha tha se çdo financim është deklaruar dhe se nuk ka asgjë për të fshehur. Gjatë kësaj jave SPAK ka marrë në pyetje disa zyrtarë të Partisë Demokratike për këtë çështje. Top Albania Radio. Situata në territorin e Bashkisë Durrës paraqitet e qëndrueshme pas disa ditësh përmbytjesh nga shirat. Lumejnë të Erzen dhe Ishëm janë nën kuota normale dhe po monitorohen në mënyrë të vazhdueshme. E qetë paraqitet situata edhe në Bashkinë Kruj ku nuk janë evidentuar probleme gjatë natës. Grupet e punës vijojnë vlerësimin e dëmeve në banesa, rrugë dhe toka bujqësore, ndërsa Lumejt, Gjole dhe Zez mbeten në kuota normale. Në Bashkinë Shijak nata ka kaluar pa problematika dhe sot vijon verifikimi I banesave të prekura nga ujë. Bashkitë e Qarkut Gjirokastër vijojnë punën në terren për përballimin e pasojave të rreshjeve të fundit të shiut me fokus pastrimin e rrugëve dhe vlerësimin e dëmeve. Po punohet në disa lagje problematike për shkak të rrëshiteve të derave, ndërsa me ndihmën e forcave të armatosura po pastrohen akse rrugore edhe në Lunxhëri dhe Lazarat. Probleme me bllokime rrugësh raportohen në Libohov, me Malia, Ipërmet dhe Tepelen ku ndërhyrjet mbeten të kushtëzuara nga vlerësimi I gjeologëve. Në Këlqyr situata është normalizuar, ndërsa furnizimi me energji elektrike në të gjithë qarkun është normal. Lumejt, Vios dhe Drino janë në kuota normale. Viti 2025 ishte viti I tretë më I ngrohtë I regjistruar ndonjëherë në tokë pas 2024-s dhe 2023-shit sipas observatorit evropian të Kopernikut. Për herë të parë temperaturat mesatare globale për 3 vite radhazi tejkaluan nivelin paraindustrial me më shumë se 1.5 gradë Celsius. Shkencëtarët paralajmërojnë se ky prag tashmë konsiderohet I humbur, ndërsa shkaku kryesor mbetet grumbullimi I gazeve serë nga djegja e lëndëve fosile, duke sjellë valë të forta nxehtësie, shkrirje akuish dhe rritje të nivelit të detit. Lajme nga rajoni. Peter Sorensen, I dërguari I Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, vizitoi sot Prishtinën ku takua me kryeministrin në detyrë Albin Kurti dhe presidenten Vjosa Osmani. Sorensen tha se do të punojë për të rifilluar bisedimet e nivelit të lartë mes dy vendeve fqinje dhe theksoi se viti 2026 do të sjellë përparim pas një periudhe të gjatë ngjecjesh në dialog. Sorensen pritet të udhëtojë edhe drejt Beogradit për takime me udhëheqësit serb. Lajme nga bota. Ministrat e jashtëm të Danimarkës dhe Groenlandës takohen sot në shtëpinë e bardhë dhe së bashku me zëvendës presidentin amerikan J.D. Vance për diskutuar tensionet rreth Groenlandës. Presidenti Trump ka insistuar shpesh se SBA-ja mund ta marrë ishullin strategjik në Arktik, por Danimarka dhe Groenlanda e hedhin poshtë këtë mundësi.
Numri i jetëve të humbura nga protestat antiqeveritare në Iran ka arritur në 2571 persona, njoftoi Organizata për të Drejtat e Njeriut Rana. Sipas organizatës, shumica e viktimave janë protestues civil, mes tyre edhe të mitur. Demonstratat janë përhapur në rreth 180 qytete në të 31 provincat e vendit, duke u kthyer nga protesta ekonomike në kërkesa politike. Autoritetet janë përgjigjur me dhunë dhe me ndërprerje të internetit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se pas gati 4 vitesh luftë, situata në Ukrainë po bëhet gjithnjë më tensionuar si në vijën e frontit ashtu edhe brenda vendit. Në një video mesazh, Zelensky paralajmëroi për sulme të reja masive nga Rusia, duke u bërë thirrje qytetarëve të marrin seriozisht paralajmërimet. Sipas tij, Rusia po përdor raketa balistike, dron ushtarak dhe raketa me rreze të mesme veprimi. Parashikimi i motit. Ditën e sotme vendi ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vrenësira kalimtare. Në orët të mbrëmjes pritet mjegull në zonat luginore. Temperaturat luhaten nga -5 deri në 14 gradë Celsius.